Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës shigjetarit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur shigjetarë, arsyeja pse s'kam lexuar, dua t'ju them, kam qenë në spital, vuaj nga hernia diskale e operuar 2 herë dhe sikur nuk po gjej dermande. Ko pas kohë kështu më kap keq që nuk qëndroj dot ulur. Dhe leximi juaj të dashur shigjetar po fillojmë me emocione goxha të forta. Java që po vjen mund të jetë një zhgënjim, një ndarje ose një ndjesi plagosje që ende je duke mbajtur brenda. Goxha akoma, do thot diçka që ka ndodhur. Kjo le të tregon se zemra juaj ka diçka për të shëruar, është aty akoma ajo plagë. Por është edhe kujtesa që përmes dhimbjes do të çliroheni, do të lind qartësia. Kjo kërkon paksa një kohë. Dhe më pas vin 10 gjete të dashur shigjetar që tregon është një cikël i mbyllur. Apo jeni në fund të dhimbjeve të juaja. Mund të të ndjesh peshën e përgjegjësive ose të lodhjes mendore, mund të jetë kjo. Por 10 fletës këtu tregon që më e keqja ka kaluar të dashur shigjetar. Çfarëdo që të keni përjetuar, dhimbje, dështim, zhgënjim, më e keqja ka kaluar. Dhe ajo çfarë dua t'ju them është gjithashtu shenjë se je duke përfunduar një fazë që ka qenë goxha e rëndë për ju. Mbyllja e saj është qelësi për fillim më të lehtë të ta quaja. Ja kam perandoreshën, letra e krimtarisë, bollukut dhe rritjes. Ajo është mundësi, sjell frymëzim për të ndërtuar diçka të re dhe energji që të ushqen. Është një mesazh se pas dhimbjes dhe lodhjes, zhgënimit apo çfarë do të ketë qenë, ka vend për rritje dhe për një lulëzim të ri. Dhe kjo është e bukur të dashur shigjetar për ju. Sado që këtu flet për përpjekje, punë dhe nevojën të gjethes për të ngritur diçka hap pas hapi. Edhe pse mund të duket sikur rruga është e gjatë dhe nuk po esni asgjë kundi, çdo hap të çon më afër rezultateve që ju jeni duke dëshiruar të dashur. Dhe 6 këmborëve tregojnë dhënien e marrjen, ndihmë dhe bujari. Mund të marrësh një gjest të mirë nga dikush ose ti vetë t'i japësh diçka dikujt që kthehet në mirënjohje. Është një kujtesë se balanca krijohet kur ndihmon dhe pranon ndihmë. Ndoshta kjo flet për ju të dashur që duhet dhe të pranoni ndihmë. Tani, kur them pranoni ndihmë është thjesht të flasësh me dikë që ka përjetuar një gjë të tillë, me dikë që është aty për ju, që t'ju bëj të kuptoni që gjithë përjetojmë zhgënimin e jetë, që gjithë kemi peripeci, sfida në jetë. Dhe ata që kanë kaluar ndoshta është mirë t'i dëgjojmë apo thjesht të kemi dikë afër, të mbajmë dikë afër që mund të shprehemi dhe sikur jo që mund na heq në dhimbje, po sikur ajo dhimbje lehtësohet, ajo marrja dhënia, ajo balanca të dashur shigjetar. Pra, dhe në fund është fanti i këmborëve, një energji re, praktike dhe gatshme për t'ju ofruar. Një letër që të fton të jesh hapur ndaj ideve të reja, të bësh hapat e parë në një fushë tjetër ose të shohësh mundësitë që janë para teje me kurreshtje. Nga që shikoj paksa është ka humbur besimi, ka humbur vetë besimi, vetë vlerësimi nga diçka që keni përjetuar dhe kjo ju bën sikur është frika nga e ardhmja, jo të dashur. Absolutisht të jeni kurreshtar apo dhe të shikoni me kurreshtje mundësitë që janë duke u ardhur. Pra gjithë kjo është po fillon me emocione të forta dhe mbyllje që mund të jenë pak të dhimbshme për të lënë një hap apo për të mbyllur atë derën e asaj, pra ato do të hapin rrugën e re për krijim, rritje dhe fillime të reja. Do të ndjesh absolutisht peshën e punës, dhimbjes apo përgjegjësive që keni patur, që nuk do thot patjetër në dashuri të dashur
shigjetar, por është një energji e re që përfutet në fund në jetën tënde, duke të kujtuar se çdo dhimbje është vetëm fillimi i një mundësie të re.